Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes si çdo ditë nga kjo studio me të ftuarit e mi. Të mendosh për rrugën 75 vjeçare të Radio Shkodrës. Nuk ka si të mos ndalesh në emra, njerëz, histori, kontribute, përpjekje, sfida të kapërcyera. Të ndalësh në profilet e punojësve të Radio Shkodrës, nuk ke si të mos përkulesh me respekt për kontributin, për kushtimin, seriozitetin, pasionin që ata kanë pasur në punë. Në fakt, janë të shumt personazhet që bëjnë historinë 75 vjeçare të Radio Shkodrës, edhe mes kolegëve tanë, natyrisht, por duke rrëmuar në vite. Unë do përpiqem të gjej një histori të veçantë, një histori brezash, të kontribuar pikërisht në Radio Shkodra, në këtë institucion që për mua, dhe jo vetëm për mua, është madhështor për nga vlerat që mbart. I ftuari im sot është një koleg i imi. Profili i tij është mjaft interesant sepse kontributi në punën në radio ndahet mes punës si teknik i transmetimit, e cila është një punë mjaft specifike, artistike do thosha, me shumë përgjegjësi. Ndahet mes rolit të tij si teknik i mirëmbajtjes së aparaturave. Edhe kjo një detyrë mjaft speciale, sepse lidhet me njohuritë mbi çdo aparaturë, mbi mbarvajtjen, mbi kujdesin e saj, por edhe si një teknik që punon çdo ditë në sektorin e digitalizimit të muzikës në radio. Përveç kësaj, historia e tij mbushet me mjaft ngjarje, me mjaft përkushtim në punën e përditshme, por e veçanta është sepse ai është vazhdim i punës së babait të tij, një kontribut i pashlyer në historinë e Radio Shkodrës, i babait të tij të nderuar, zotit Maksut Basha. Me mua sot në studio është kolegu i teknikës Muhamet Basha. Mirëmëngjes Meti, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeta. Në fakt nuk jemi larg, studio e transmetimit nga studio e digitalizimit të muzikës janë shumë afër. Sot vetëm jeni spostuar paksa, por gjithsesi me një ndjesi tjetër për punën, për ecurinë tuaj, apo jo? Po ashtu është, më thonë, faleminderit për ftesën. Në zakonisht na mësu me të bëj punën dhe mos më duk, mos më pa por kjo është, në fakt, po kjo është edhe detyra jon, që kjo punë e padukshme të jetë akoma më prezente, më e dukshme tek ata që na ndjekin. Për respektin tuaj nuk mujta me të thonë jo dhe ju falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë sepse e vlerësoj kontributin tuaj, përkushtimin, punën e përditshme. Në fakt është një punë që edhe ju jep satisfaksion, apo jo? Patjetër. Është më banën disa vjet punë që punojnë në radio, edhe plus përpara që kam punu me riparimin e aparaturave, kur punoshin të një ndërmarrje tjetër. Edhe satisfaksioni për marrë në radio më thonë drejtën ishte e madh sepse mendoshe që po njeki gjurmë të babs. Baba ka një ndër teknik të parë të Radio Shkodrës. Nderin dhe respekt. Faleminderit. Të përkushtuar. Dhe unë mendoj për kushtet që kanë pas atëherë, ka qenë sakrificë me punu në radio, ka qenë edhe ndër, nëse ka qenë një institucion shumë i rëndësishëm për kohën, ashtu siç është edhe sot. Por me ato aparatura që kanë pas atëherë me ato kushte, shumë e vështirë ka qenë me punu, por ja ka ndalë me pasion, sidomos me pasion e me përkushtim të jashtëzakonshëm. Unë mendoj që në bisedën tonë të ndalemi në një rrugë sa paralela, aq të përbashkët. Siç është përkushtimi, serioziteti, këmbgulja për të punuar në këtë institucion, qoftë babait tuaj të ndjer, zotit Maksut Basha, qoftë tuajën si vazhdimsi e curisë
profesionit të babës suaj. Në fakt, ju përditshmërinë e keni shumë aktive, sepse po punoni në një sektor që është shumë i rëndësishëm. Gjithë ajo muzikë e cila është në fonotekën e hershme të Radio Shkodrës merret çdo ditë, digitalizohet, do të thotë futet në transmetimin digital, pra në kompjutere, në mënyrë që të masterizohet dhe të bëhet e gatshme për transmetim. Çfarë ndjesie ju jep pikërisht kjo punë e përditshme juaja? Më thonë drejtën, është një punë e rëndësishme, por është edhe punë në kuptimin artistik, pak më thonë. Përveç kësaj aty ndeshësh me shumë me shumë kantarë që ndoshta ka kohë që si kena ndëgju. Pra, kjo Edhe kanë bërë përshtypje disa emra, për shembull si Recep Hajdari ose Ali Muçiçi ose disa kantarë tjerë amator që tash janë shumë edhe, por i kanë këngët e tyre, i kanë trujtur. Domethënë fondi është i papregun, edhe cilësia është e mirë, nuk është cilësi e keqe, veç në një që mund ashtu. Tash na mundona me bët punën tonë me kushtet Radio Shkodra ka një fond të pasur dhe unik do të thosha, sepse përveç transmetimeve që kanë ardhur, përveç këngëve dhe muzikës që kanë ardhur nga Radio Tirana, i cili është një institucion që ka furnizuar, dëndur radion ton, por kanë pasur edhe incizime të realizuara në studiot e radios. Patjetër, është bërë një punë shumë e madhe, sidomos radiovisht rreth kur na fut në Radio 3 kanë kënë kushtet shumë më të mira. Kurse mund kujtohet atëherë kur thotë baba që rrishim ta natën thotë me incizu të radioja vjetër. Edhe ishin live, i bishin veglave ton live ton instrumentista, disa amator, disa profesionista, por ishte një diçka thotë që edhe na jep tek kënaqësi, edhe lodhje se u do të më dalë natën në punë prap, atë ishte çfarë përkushtimit. Në fakt ju në këtë momente po bëni një vështrim në kohë, në thellësitë e viteve, aty ku teknikët e hershme, shumë të nderuar të radios, kanë dhënë kontributin e tyre, mes tyre edhe babai juaj zoti Maksut Basha. Patjetër që ndoshta fëmijë jeni injektuar gradualisht me punën, me përkushtimin, me preokupimin e përditshëm, apo ja, të babës. Po patjetër, unë ishe fëmijë kur vishën radio në atë kohë, edhe ishe një kolektiv i vogël. Drejtor Majman që ishte Alush Qena, teknik ishte baba edhe Mateu Bani. Nderin për këto njerëz. Ta ishin edhe ato themelusit, më mirë me thanë teknikët e parë të radios, me gjithë një italian që jetoi disa vjet këtu në Shkodër, Aldo Salvi më duket e ka pas emrin. Edhe ka një llogaritar më duket Vasil Paço ka pas emrin, që më mend si fëmijë. Çfarë emri? Histori e radios. Duket edhe Skënder Temali, ka qenë kështu redaktor, gazetar. Eftali Dini. Eftali po tjetër, Eftali Dini ka qenë. Aty bile ato kontaktet e para me Dashamir Dini, që sot kena drejtor aty kena pas kur shifshin te radio, ishin fëmijë. Si fëmijë e prindërve që punonin aty. Që punonin aty, po, vërtet. Dhe o thonë, kanë pas sakrifisa. Maj madhë të studia ka kënë një stacion që transmitohet në valë shkurta, ishin ata lampat u kuqin në habishë, thoshë çantas, atëherë nuk e imagjinoshe se ç'a mund tjetë. Në kishin atë stacione, kishin në studio mbrana godinës. Sakrifisa kanë ba. Maj madhë njëherë më thoshin këta, se unë nuk e maj madhë, më thote nana, që atëherë hapte transmitimi në orën 5, që u lidhshin me Radio Tiranën, që bashin transmitimet. Edhe mi po kështë pas një rast, që duket baba i rast gëzimit kështu dhe kështë ndaj deri vonë, edhe i ka dalë gjumi vonë. Thote ka vesh këpust pantallonat në kanë atjere, kapotin sipër ishte bora në tokë, vrap për me kap radion se u ba vonë, adin, me thanë ishin sakrifisat të jashtëzakonshme. Disipline, përgjegjësie, adin, por kështu ka pas e brez në atë kuptimin, kanë qenë shumë të ndershëm, shumë punëtor, shumë përgjegjshëm. Edhe na deri diku po ashtu jena, por po shohim tash një brezi tjetër se çfarë po bëhet. Në fakt ju jeni breza që kontriboni në këtë fushë dhe siç duket e keni edhe në një farë geni familjar punën teknike. Kështu është. Baba përveç se punonte në radio, riparonte edhe aparatura dhe radiove. Atë ishin radio me llampa.
për kushtet që ishin, ishte, unë maj me një aparat vogël, që unë sot me madhon atë aparat, unë s'mundu me punu. Dhe ato kushte. Dhe më thonë, prej se kishte zanadin, më detyroj, mushi madhen që me shku edhe unë në shkollën Politeknikun Tiranë për degën e radios. Unë nuk doshe me thonë, doshe me shku në gjimnas me tanë shok që kishim aty, por ka pak hajde shife këtë, fillë me ullën të avolinë, se atëherë punohet në shtëpi, me radio, në gjë. Bile moj me një rast i herë, i pruni një ilagjes liria, një burri pruni radio. Pa ishin da radio që nuk riparushin lehtë, i moj me në Carmen kanë në radio rumune, a unë kam pas ma vonë mundësin më marrë me këta. A u lovë me thonë, se nuk ishte edhe materialet, por edhe aparaturat. U lovë shumë, dikur e bani, ardhe i burri. Ja provoj baba radio. I thëtë, sa lek ban? E shef baba, ishte i burrit do. Duke të kështu, i thëtë, sa fmi ke? I thëtë, 9 fmi, i thëtë pa, merë thëtë radio në dhejk. Jo, a i letë që desh me lanë, si më atë kuptimin, por e mori radion, iku. Kur erdhi, i thamë unë, po mirë mërë, se më afrote për me më futë zanadin qef, po mirë mërë baba, i thamë unë, ki bëta atë punë, që i marrë të ashtë kohë me te, e që qatë ka lanët, i ishe lanë dhe lekt vogla. Po që din ti më thëtë mu, ata nështë janë lekt e bukse, që ka dashme i qu fmive, e mi lethët mu thëtë se riparova radion. Ishi njerës shumë gjanë, shumë në aty, ishi njerës me zemër të madhe. Unë do të përballja me realitetin sot, por gjithsesi personalisht jam prekur nga ky rast, nga dashamirësia, zëmërgjërsia, një njeri që kërkon radio, dhe radio është kulturë, radio është informacion, radio është muzikë, dhe kjo dashamirësi për të adhuruar, të rregulluar këtë radio, vërtet ka një domethënie të madhe. Në fakt, Meti, unë kam dëgjuar një legjend urbane, kur dikujt i është prishur radio në shtëpi, kanë thënë që ka ba për te zotni Maksuti. Më thonë, edhe ka ke një nër teknik të partë, radioteknik, riparus, radios në Shkodër. Edhe, ditë, edhe radio s'kanë kënë shumë në atë kohë, por ata që i kanë pas, vishin të baba. Mase dole dhe teknik tjera, më kuptonë ma mrapa, por baba kanë nër të partë. Dhe më thonë, ka pas një njoftoni shumë të madhe. Po nga mësoj këtë zena? Ka bëj një kurs, thote, kam bëj një kurs kur ka kënë ushtarë, edhe për ati kursit, mëse që ka punu me në lidhe në ushtëria, pasioni po atjetër mrapa. Dhe më thonë, më thashtë edhe herë, kur e kujtoj se me që ka punu, unë habitim si ka riparu të radio, unë s'kishe mujt me i basot, unë ja marrë shumë me radio, dhe në kohën kur kam fillu me punu, por kam pas aparatin e mire, havin e mire, kam pas të anazjanat që kam punu. Kur i menoj ato kushtet që ka punu me atë aparat, një aparat vogël, thëmë, si ka mundësi. Ishte pasioni, intuita po atjetër, ma se fillë eksperienca, se u bëj kohë që punote. Ju kujtohet se si vinte në radio, se si kthehe me kënaqësinë e punës, marrëdhëniet e atëhershme, programet. Tash ti më thënë dhe edhe unë zakonisht kur vishen radio, vishen osha mas dite. Një periudhë kohet sa për me prunoj porosi ose se disiplinë e madhe. Disiplina po tjetër disiplina. Në gjoshe këta programet muzikore në atë kohë. Në herë lajme qëlloshe që ishte jepte Zoja Eftali, kishte një zak shumë karakteristike, një zak natural, shumë të ngrohtë. Po, të ngrohtë. Edhe po këto mos e shkumjet ardhe tati se si fëmijë që ishin nuk i veshën shumë rrezë, vite për shkak prej punet merrte çantën delte krytën dhe punë tjetër, se ne ishim relativisht familje e madhe, ishim 7 vetëm baba punote. Edhe kishte dhe kjo shikimi profesionale erdhi edhe tek Masanana që thash me si thoshte me dorime me të mskalit ka pak ma mushim edhe me shku në Politeknikum. Shko marrova shkollën, u caktuan fillimisht në post kur ardha. Punova 2 vjet post, mos e ika ushtar, u ktheva në riparim shërbim. Aty mos e ishte ushtrimi i zanatit që kishim mësuar. Keni komunikuar ndonjëherë, keni shkëmbyer mendime? Ishte në fakt për fat keq temin baba iku i ri,
unë ishe i ri, në atë kuptimi, kishe marru shkollën, por kishe fillu punën post. Hala nuk ishim fillu ata problemet e zanatit në stil gjanë, por na diskutoshim atin. Teorikisht unë ishe më i përgatitur në atë kuptimin, kurse praktike janë ishte radion me vesh për shans, radiot ishin në atë kohë kur punote. Kishin fillu edhe televizorat. Vazhdote ta ndjekte Radio Shkodrën, kishte interesin? Nuk pat mundësi me do në pension se vdic përpara, por radion e nitet gjithmonë. Bile ka kanë një herë të bë, e ka njoft shumë mirë muzikën shkodrane, popullorën. Edhe herë bile të bë muhabet me Biknojen se u banë në gjithë mjes pas, ishim këtu në studio me Zef Çoben, edhe i tha Zefi është filani. O, tha Biku, Maksudi tha ka njoft mirë fort tha kanë, tha, edhe ka kënu tha bukur. A kupton? Mi ba unë mete u habita se dishe këtë fakt, atje në kurse ata si shduket rrishin ma shumë në atë kohë në radio e kënoshin, po thomë së di se... Historia juaj me radion është interesante, aq sa ndoshta nuk di ku fillon, sepse që fëmiji injektohet, e më pas është aparati radios dhe radio si institucion. Të dyja këto kanë ecur paralelisht edhe në jetën tuaj. Po, ashtu. Unë me thonë drejtën kur punosh të nërmarja u privatizu, se nollën nërshimet demokratike, edhe më kapi ditë Xhelal Smajli, që inxhinieri radios. Për inxhinieri radios në atë kohë, edhe që unë e përshnes shumë. Me thëta, po vjen thëta radio, se kërë nevoj për i teknik. Mirë, me të thonë drejtën, po ata merë edhe si qef, adin se po shkejt e i punë që kishte punu edhe baba ishe. Mi po, thoshe mos pa mes edhe me zanatin, adin se kur t'jeshtu i angazhume nuk ke kohë me punu. A, dhe thët se ke kohë, thët, janë thët për në thët para dite, ja spjegova këta. Se po fëndim, erdha. Drejtorisht e David Luga, drejt pas se nuk jeton, priten me dashamirësit madhe me thënë drejtën. Jo se i njifshe, adin, po shish duhet, nështë ta kështë e folë Xhelali, ose... Ta fillova punën. Ate ishim teknik pak, unë, Raufi, Edi Gajtani, që edhe Edin e përshnes shumë se tash ka dalë në pension. Mjeshtër kishim të madhin Tonin Fishta, po i thamë se ishte asi... Tonin, kudo që të ndodhesh në Itali, pa tjetër të përshëndesim me përshnes shumë. Ai ka kënë të ashti mjeshtër i tonë neve. Sa modestie mormet, sepse se cili ka mjeshtërin e vetë. Ashtu është e vërtet. A e ditë është i gjdo centimetr tel ku kalote në radio. A i kishte vu me durët e veda të na. Gjdo... Nuk pa thamë mikrofonet dhe këta se ishim pa diskutim me aparaturat. Po kur thamë ditë gjdo fije telit ku kalote, Tonini e njifte radion kështu. Gjdo kuti shpërdarë. Në gjysë natës me qubi që mi thamë kujti, Tonin kështu ashtë, në sekund kalzote se kush ishte. Se ku ishte ose se qak ishte. E ka këto gjeta në radio. Këç teknik ishim në atë kohë. Kurse gazetarët ishim ma shumë, ishi ju e Zef Çoba, Lek Plani, Gjahit Bushrati, po përmendni këta. Kur transmetuat për herë të parë, çfarë ndjesit pate? Thamë drejtën, tash është ma letë me punu në radio. Kurse atje punoshim me shirita. Me shirita. Mirë po, hek ven, ishte punë për e mëndë që do të impenjim. Mos ata vishin lajmet. Ishte lajmë kishim 4-5 kronika. Ata 3 majtë o fona ishim, njani ishte... Në transmitim, tjetëri, në montim... U do të punë, për e mëndë... Kështu. Mirë po, to punohë, ashtu, ja mërdojnë gjithë shkajet. Punohë disa kohë, mëse Tonini doli në pension, atje shkohën të vendi, që mërë, se Tonini mërë dhe meri parimet e me tena, atje unë kalohë anajna. Pa më shirë se kalohën... Përsëri, transmitimi nuk e kemi braktisur nuk e kam praktikë asiherë. Ose punoshe me montajin, kur kishim tjetin emisionet tuja, sidomos që janë me qina, me mija, po thamë, që janë mundu këtu. Sidomos aja kujtojt periuda Kosovës, e luftës Kosovë, majnë që kena bada emisionet tjashtë zakonshme, që i manë mëndë shumë mirë. Është e vërtet. Kena ba, prejmen kena ba punë të mirë. Jo se sot nuk bahet, sot bahet. Por... Ishte problemi se punoshim me shirita, ishte ma vështirë më marrë tekniku, ishte ma vështirë me punu me shirita në atë kohë se sa sot që ke kompjuter dhe i banë montajët dhe i banë të në zënët mërë. Duke im ledhur këto vite që janë me rreth një qërek shekullit, si do ta përshkruanit me disa fjalë pikrisht punën tuaj në radio, e bukur, e vështirë, me sfida, emocionuese, mbreslanse, nuk e di se si.
gjitha që ke përmend, gjitha i ka mërën, e bukur, e vështirë. Jeni ndodhur ndonjëherë në ndonjë rast të veçantë vështirësi që keni thënë më në fund e kalova këtë? Sepse puna në radio ka shumë emocione. Kur hap këtë mikrofon, duket sikur hape një magji, dhe nëse diçka e vogël nuk funksionon, pastaj është emocion ta zëvendësosh. Është e vërtet, por zakonisht aparaturat I kena marrë në eficiencë plot, sepse me tik transmetimi, sidomos në studio ishte diçka e jashtëzakonshme, ikte pa thona transmetuesi të Raboshit ose Kuçi, po kishte mungesë dritash e tjera, por eficienca e aparateve, magnetofonave, të pultit që kishim këtu ishin nga dishmëri plot. Tash ndodhen edhe herë në defekt, por shumë rrallë. Diçka që ecën paralelisht me ndjesinë personale, ndoshta edhe kur mbaron orari I punës, mendjen e ketet, diçka që e ke lënë në vazhdim, ka pas raste për shkak ka kanë kuar shumë e mira, kur transmetoshim valë të mesme, kena pas në një kabel 227 metra, Radio Shkodra me valë të mesme 227 metra. Më kujtohet ai transmetim I veçantë në stacionin e Kuçit, kishim në një kabel që u lidhshim prej studios, dalje dhe transmetoshim sinjalin në Kuç. Jo, po kishte raste që e harroshim se do të mu të gëzu për çdo herë. Që edhe me pas shkarkime, mas me hi në radio, në pult. Edhe një herë kishe harru me thënë drejt, filloi një shinjë. Shinjve tim po bëllin ishte verë, filloi. Jam çu prej shtëpie 11, kam ardhur vrapse në atë. 11 nac, kam ardhur. Kam të gëzu, e dishte që e kam harru, kam të gëzu atë, mirë po, me ndaj studio në edhe herë mu dukte se atëherë kishim e dalë në adje në punë, kam ardhur herët. Vrape kam në studion, shoh që gjithë që në rregull, se thoshe mos ma, adin, e kena, me të drejtën e kena, unë e kam dashur radion, jo unë, po përgjithsisht e kena dashur radion, e kena dashur edhe e kena rujt, edhe ma herë kur thotë na kush ama, adin se fillon me rap pak niveli interesi njerëzve, sepse fillon me dal radio të reja që jepshin ton kohën muzike etj. Një po, ne nuk jena të tij profilit. Ne kena misionet e kena përbamje tjetër. Një përka herë në vite natë kur më thotë nga kush, hala transmetoni ju, u bashim I ko për fytit, edhe shok në të kuptim, pëse ma radio s'ka, nuk ka nëlua si herë, pa transmetu gjithmonë. Është një curi që të jep impuls çdo ditë, që të bën që kur hap derën të gjesh aty personazhe që ndoshta nuk jetojnë më, po zëri I tyre jeton. Me të drejtën, kena humbur shoqet mira në radio, me të drejtën. Është një histori që kanë lënë. Është një histori, për shembull se nuk mund të rri po I përmendën se nuk janë më mes tonë Zana Dibra, Bardh Fishta, Gzim Zaganjori, Emin Curri, Bardh Smaja, kanë kënë personazhet që kena jetu po thuj se për ditë me ta, am kupton, sidomos Zana ka kënë kështu ose Gzimi përditshëm aty, unë hala kthej kryt te dhoma poshtë më thon Gzim si keni, ose du më thirr Zanën për me më gjeti këngë, ose am kupton janë. Unë mendoj se pasioni për punën, I cili ka qenë në dejet e sësimi. Kena pas e shoqëni të pastër, me thënë, drejtën e shoqëni të mirë, me gjithë ta që përmendën, që sot nuk janë, po jeta I ka këto gjana dhe... Ritmi me të cilën ju vazhdoni në punën me digitalizimin ju jep patjetër një impuls të veçantë. Patjetër. I shoh për shembull këngë, sidomos popullore, se popullore shkodrane, po Shqipënisë mesme, edhe të Kosovës, edhe të Veriut, Kuksit, Peshkopis, ose të Jugut, Vlona, kanë këngë qytetare shumë bukura. Unë fakt me këta kam marru puni, kam hell, ose këngë të fëmijëve gjitha, që kanë kënë me fjalë të festivaleve të ka hershme, unë ata I kam kry. Kam bërë që kam pas mundësi me bërë. Dhe ju vazhdoni? Vazhdoj, patjetër. Tash ti besoj, bëhem gati me thellë këngët e lehta. Muzikës lehtë që janë shumë. Festivalet. Festivalet, po.
gjitha kam se ti e di mirë dhe ti din sepse si e konsideroni gjendjen e këtyre shqiritave? A mund të masterizohen ata për të vijuar më tej dijen aktive? Ta na mund bëhen, por duhen pajisje të tjera përveç këtyne që kena se janë procese pune të tjera me hek zhurmat. Megjithëse pjesë e madhe janë shumë të mira, janë shumë pastra. Por ka edhe për atyne që kanë zhurma, por pjesa më e madhe është e mirë. Gjithsesi familja Basha është një familje që i bashkon pasioni për teknologjinë, për radion, për transmetimin, për aparaturën. Tashmë gama e mundësive teknologjike është zgjeruar. Dhe këtë më mirë se çdo kush e din fëmijët tuaj, të cilët janë po të pasionuar dhe të shkolluar në fushën e teknologjisë. Djali juaj Ensari është pikërisht i profilizuar për teknologjinë, po ashtu dhe vajza juaj Ida, e cila është në përfundim të studimeve në Gjermani dhe cilësisht një studente me parametra shumë të mirë, përsëri në fushën e teknologjisë. Mos ndoshta shihni si vazhdim të genit tuaj familjar në lidhje me aparaturën, me teknologjinë, me informacionin, me çdo gjë që lidhet me transmetimin. Në thënë drejtën, për djalin insistohu unë me që të shkolla austriake, nësë për bërë reklam se po këto janë shkolla që janë ishte viti i parë që u hapte. Mje po ba një konkurs shumë ashtu, prindi ka seleksionues, pa tjetër, prindi ka gjithmonë ka sa vetë. E një fitoj doli i treti. A ishte teknologji informacionit, teknologji rrjedhje dhe informacionit, se kështu e kishte ajo, dhe ishte profil informatik. Me thënë kisha qef me qu, se thaq, po krijojmë si vazhdim traditet. Po si vazhdim jeni. Baba, une, baba dhe fëmijë. Edhe djali. Me thënë dhe. Me po, në thënë, po qojmë e përshofim, edhin, por të kemë shkolla austriake, shkolla huj, thamë, dhe të ketë regullën, në fakt ishe shumë shkolle mirë. Shkoj djali, mas 2 vjetë dhe u ba vajza. A e thonë, majna që, a ke qef, jo thonë me shkolla ti të jeni. Ja pa, se varzat janë, që këtojnë gjimnazin e këtojnë shoqet e edhe. Me gjysme, edhe shkoj. Mirë po, Ida ishte e shkëlqyshme. Rezultoi shkëlqyer. Edhe Ensari doli, mirë doli, nuk thëmë që doli keq. Mirë po, mundësit më sandaran janë për mi që jashtë janë në të vegjël në të kuptimin. Të vegjël po të mëdhenj në shpirt dhe në qytetari. Po tash, a ishte investim më i madh joni, ti shkollojmë, ti bëjmë, ti japim një shkollë të mirë që ashtu. Edhe jeni marrët me këto, me transmetimet. Radio-televizive. Ida vazhdon masterin, është pothuajse në fund në Heidelberg në Gjermani. Një universitet shumë i mirë. Ashtu. Shofim ose të ardhmen. Këto breza që vazhdojnë të shkallëzojnë pikërisht vlerat e familjes, nuk është thjesht se ngrohin një familje, ajo është baza, por të bëjnë krenar edhe për qytetin, edhe për qytetarin shkodrane, për përkushtimin, për këmbënguljen, për seriozitetin në punë. Dhe kjo nuk është diçka që lind në një fushë të zbrazët. Ka një rënjë, ka një kërcell, ka gjethe dhe lule që lulëzojnë. Janë të gjitha këto që lidhen me këtë dashuri të madhe që ka buruar dhe buron këtu nga kjo punë. Nga kjo punë me shumë përkushtim, sepse nuk është të thjesht. Ju thatë në fillim të bisedës që ne jemi të padukshëm dhe shpesh herë kërkoni të jeni të padukshëm. Na nxirrni ne, gjithmonë me ekran dhe mikrofon. Në fakt jo është detyra jonë, por detyra jonë është të japim zë të gjithëve. Patjetër. Të thash edhe por të falenderoj se ky falenderim është për ju. Për ju që me punën tuaj, me përkushtimin, me seriozitetin, keni punuar dhe vazhdoni të punoni pikërisht në këto paralele profesionale, si teknik i transmetimit, si teknik i mirëmbajtjes, si teknik i digitalizimit, pa harruar atë mjeshtrin tuaj të
si ta them, të riparimeve të aparateve radiofonike dhe televizive. Është një punë profesionale që, siç I themi nganjëherë, me pikë djerse, e cila grumbullon në shishën e madhe të familjes shumë çka. Virtyt. Unë uroj që pikërisht kjo trashëgimni dhe rrjedhje drejt brezave me të njëjtat parametra, madje më të intensifikuar, të vijojë gjithmonë, e nderuar dhe të keni mbarësi gjithmonë. Të falenderoj, por unë do mi bë do përshëndetje për do miqtë mi, që janë edhe sot në punë. Janë rrotë për përshëndes teknikun e transmetimit Gen Bolcen. Edhe ai është një histori më vete, po akoma si ka rralla për të ardhur këtu. Patjetër. Don siç duket ndonjë triumf të veçantë me ndonjë këngë në festivale apo diku se është kompozitor. Me gjithë shokë që kam punu, me Inxhinier Poçin, me Raufin, me Rik Demen, me Nino Jakovin, me Surri Liken, që ka do në funksion, me Valmirin, patjetër, me Gim Drinazin, masajnën edhe ullhecët që në kanë ullhec, tash për shembull që është dashi. Mos I thuaj ullhecët se na kujtojnë ato. Drejtorat ma. Drejtuesin. Dasha Mirdinin, Jedmir Shpuzen, Agim Shimin, Paskualinen, Gruden, David Lugen, patjetër, Barsmajen, masajnë kërë inxhinjerat, Xhelalin, edhe Xhelal Smajlin edhe Minir Kotrin. Në fakt kjo është një marrëdhënie pune dhe mirë kuptimi, pas të cilën nuk mund të bëjmë dot. Edhe gjithë gazetarët, edhe redaksinë, to fillu prej jush, edhe gjithë me radhë. Jo, mirë kuptojmë. Është një listë gjatë. E gjatë është, po, me përmend tanë, fakt është. Secili ka atë. Ka frikë se mos harrojnë kanë. Secili ka ecurin, por e rëndësishme është edhe një bashkëpunim shumë I mirë dhe mirë kuptim profesional në punë, në mënyrë që ky mikrofon të nderohet shumë, sepse me të gjithmonë përçohet një mesazh, me të gjithmonë jepet një pasqyrim I punës, me të gjithmonë hidhet dritë mbi diçka që ndoshta edhe ka zënë pak hije, por që pret të ndriçohet. Është në historinë tonë, është në të mirë të brezave, në të mirë të punës për të dhënë mesazhe të bukura. E vërtet. Unë edhe herë të falenderoj për ftesën. Ju të est puna marrë në kuptimin, sepse jenë ato që thash edhe por, ki bo me qina, ndoshta me mia emisione këtu në radio, do I fillu prej social kulturore, emisionit fëmijëve, etj, ke kanë redaktore muziket, një periudhë kohet, se të qamoj me dhe dhe secili ka historinë e vet. Ne secili përpiqemi të bëjmë nga pak. Pastaj radio është të gjithë dhe bashkë me dëgjuesit. Ti je për atyne shtyllave të forta që e mojnë radio. Po, është e vërtetë, është e vërtetë. Të gjithë jemi. Me një nuk mbahet. Janë shumë. Ashtu është e Prandaj vërtetë. Por një ndër ata shtyllat je edhe ti aty. Faleminderit shumë. Ashtu siç edhe ju. Të nderuar dëgjues, sot u ndalëm në një rrugë të përshkruar në hershmëri, që vazhdon në përditshmëri e që hedh vështrimin në hapat e së ardhmes. Brezat e familjes Basha në kontributin e tyre në punën në Radio Shkodra. Nderim dhe mirënjohje për punën, për kushtimin, seriozitetin, këmbguljen, pasionin dhe shumë çka që përmbledh emri qytetari I Shkodrës. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.